Procedura e mëtejme ligjore, fillimisht është bërë ndalimi për 48 orë i 4 shtetasve shqiptar, urdhrohet nga prokurori, personat dërgohen para prokurorit, më pastaj në disa raste ata mund të lirohen, por edhe në raste të tjera gjykata vendos paraburgim deri në 30 ditë. Tani më nuk di se çka do të jetë pati i tyre. Mund të jetë me mundësi zgjatje paraburgimi edhe deri në 30 ditë, por edhe mund të lirohen pas 48 orëve. Ne urojmë që të jetë kjo e dyta, që të lirohen shtetësit shqiptar, se duke lutuar dhe duke besuar se ajo është bërë spontane, jo me qëllim të prishjes së rendit apo nxitjes së ndonjë tensioni. Por nëse ngritet atë akuza si për proces gjyqësor penal, normalisht që shtetësi shqiptar është e mundur edhe të dënohen. Ka pasur reagime politike të paktën aty, ndoshta nga shqiptarët në Kosovë, në Lugin Preshevës, nga Shqipëria kemi parë reagimin e Ministrisë së Jashtme që sigurisht ka kërkuar informacion të plot, apo edhe të liderit Partisë Demokratike duke dënuar, duhet thënë, këtë veprim të policisë serbe, çfarë ndihmon në një farë forme edhe nga deklaratat publike? Unë besoj se shteti shqiptar mund të ketë rolin e saj, duke ditur se çfarë është raporti në mes të Shqipërisë dhe Serbisë, dhe ambasada e akredituar në Beograd, ambasada e Republikës së Shqipërisë, reagime ka patur dhe reagimi ka qenë fillimisht edhe nga qytetarë që jetojnë brenda territorit Serbisë, sepse çdo herë përballen me probleme të tilla dhe urojnë që shtetasit shqiptar të lirohen sa më shpejt. A ka qenë një lëvizje, Ardit, nëse i referohemi paktën ditës së djeshme, ku shënuar 27 vjetori pra i ndërhyrjes NATO-s ndaj forcave serbe, që në një farë forme e lidh edhe disi situatën, apo nuk interpretohet në këtë formë? Është një koincidencë interesante, sepse fiks në datën e përvjetorit bombardimeve të NATO-s të Serbisë ndodh arrestimi i 4 shtetasve shqiptar. Kjo nuk ndërlidhet me të, por është krejtësisht një rasti, ne dimë se që mund të përdoret nga Serbia, besoj, në këtë formë. Normalisht që Serbia dhe pas 27 viteve pas bombardimit të NATO-s është munduar që ta ndrojë imazhin e saj, edhe në pjesën e sigurisë në Ballkan, pjesën e sigurisë në rajon, dhe prezantimin e saj para shteteve të Bashkimit Evropian, por herazi Serbia ka shfrytzuar edhe raste të tilla duke aluduar se provokime ka nga shtetet të fqinje, me thekë veçantë nga Kosova, Shqipëria dhe nga Kroacia. Mund të jetë edhe një rast i mirë planifikuar nga vetë Serbia.